Namazi i drekës. Koha e namazit të drekës fillon pasi të kalojë dielli zenitin, kupën qiellore, dhe vazhdon derisa të zgjatet hija e objekteve sa vet objektet, duke përjashtuar hijen e mesditës. Namazi i drekës përbëhet prej 10 rekateve. 4 janë sunet, 4 farz dhe 2 sunetet e fundit. Pas niyetit për faljen e sunetit dhe marrjes së tekbirit fillestar, në rekatin e parë këndojmë subhaneken, eudhu billahin, bismillahin, elhamdulillahin dhe një sure. Pas rënies në ruku dhe sejdë, në rekatin e dytë këndojmë bismillah, elhamdulillah dhe një sure. Në fund të 2 rekateve me rastin e qëndrimit ulur, këndojmë tehijatin dhe shahadetin. Në rekatin e tretë dhe të katërt këndojmë bismillah, elhamdulillah, pra dhe nga një sure tjetër. Në fund të rekatit 4, gjatë qëndrimit ulur, këndohet tehijati, shahadeti, salavatet, duat dhe jepet selam. Pasi kametit, niyeti për farz të drekës dhe tekbiri fillestar, në rekatin e parë këndojmë subhaneken, eudhu billahin dhe një sure. Pas rukus dhe sejdës, në rekatin e dytë këndojmë bismillah, elhamdulillah dhe një sure. Gjatë qëndrimit ulur në krye të 2 rekateve këndohet tehijati dhe shahadeti. Në rekatin e tretë dhe të katërt farzit këndohet vetë bismillah, elhamdulillah. Në fund të 4 rekateve gjatë qëndrimit ulur këndohet tehijati, shahadeti, salavatet, duat dhe jepet selam. Sigurisht se namazi i drekës e ka pra specifikat e veta. Është namazi i dytë pra pas namazit sabahut, pra është namazi i dytë me renditje, kurse pas tij, domethënë pas namazit të drekës vjen pra namazi i ikindis. Namazi i drekës është një ndër namazet pra që është prej rregullave që të falet si namaz, kur dihet se namazet janë 5 brenda ditës, pra është namazi i sabahut, namazi i drekës, namazi i ikindis, namazi i akşamit dhe namazi i yatsisë. Padyshim se falja e namazit është pra prej shtyllave të Islamit, siç tha dhe pejgamberi ynë i dashur Muhammed alayhi salatu wassalam, es-salatu imadu'd-din, faman aqamahu aqama ad-din, wa man tarakahu taraka ad-din. Namazi është shtylla e Islamit. Andaj mos e braktisni atë, por faleni në mënyrë që Zoti t'ju lartësoj në këtë botë dhe t'ju jap xhenetin në botën tjetër. El wahdu bainana wa bainahum as-salat, pra dallimi mes nesh dhe atyre që nuk falen është namazi, pra si musliman na dallon, pra si mjet identifikues është namazi që ne e praktikojmë si besimtar musliman. Pra ne falemi, pra i falemi Krijuesit që ta madhrojmë atë dhe të hyjmë në mëshirën e Tij dhe të fitojmë mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër.